I nderuar drejtues, të nderuar kolegë të cilët I jeni bashkëngjitur në këtë raportim, si fillim përgëzime për punën tuaj dhe rezultatet e arritura nga SPAK, të cilat reflektohen edhe në rritjen e perceptimit pozitiv të qytetarëve ndaj institucionit. Ndryshe nga kolegët e tjerë të mazhorancës dhe opozitës, të cilët I parashtruan kreut të SPAK, pyetje lidhur me arritjet dhe punën e këtij institucioni, Zegjinet Çaushi kërkoi arsyen e besimit të qytetarëve te prokuroria e posaçme. Gjatë fjalës së saj në Komisionin e Ligjeve, Çaushi teksa evidentoi statistikat sa I përket besimit në rritje të qytetarëve të SPAK, ajo e pyeti Altin Dumanin lidhur me elementet që kanë ndikuar te besimi I qytetarëve dhe çfarë parashikojnë më tej për të forcuar këtë besim. Cilët janë elementet që sipas jush kanë ndikuar në rritjen e besimit që qytetarët kanë ndaj strukturës suaj, dhe a mendoni se transparenca e SPAK ka ndikuar drejt për drejt në këtë besim të shtuar? Si mendoni që mund të forcohet më tej mes qytetarëve dhe strukturës së SPAK? Tha Çaushi, ndërkohë që Dumani shkurtimisht ju përgjigj që është puna. Faleminderit edhe për vlerësimet, por edhe për pyetjen. Ajo që ndikon patjetër është puna, pasi e rasteve konkrete të rasteve të suksesshme, vetëm kështu rritet besimi tek opinioni publik, tha Dumani, ndërkohë që kjo pyetje deputete socialiste ka ndezur rrjetin me komente të shumta.